Në një intervistë të fundit për media ndërkombëtare, presidenti amerikan Donald Trump ka diskutuar mbi qasjen e Shteteve të Bashkuara ndaj Iranit. Presidenti ka lënë të kuptohet se në tavolinë mbeten ende disa alternativa strategjike, përfshirë masa që lidhen me sektorin energjetik. Sipas tij, burimet energjetike të Iranit përbëjnë një element kyç në llogaritjet gjeopolitike, ndërsa ka theksuar gjithashtu se vendimarrja duhet të bazohet në interesat afatgjata të SBA-ve. Në këtë kuadër është përmendur edhe rëndësia e pikave strategjike, si ishulli Karg, përmes të cilit kalon një pjesë e konsiderueshme e eksporteve të naftës iraniane. Raportimet sugjerojnë se Pentagoni ka përforcuar praninë ushtarake në rajon, ndërkohë që ekspertët e sigurisë vijojnë të paralajmërojnë për rreziqet që mund të shoqëronin çdo përshkallëzim të situatës. Megjithatë, për te toneve të ashpra, Trump ka nënvizuar se kanale diplomatike vijojnë të mbeten ende aktive. Bisedimet indirekte me Iranin, të ndërmjetësuara nga palë të treta, thuhet se po vijojnë, duke hapur mundësi dhe shpresë për një marrëveshje në të ardhmen të afërt. Në të njëjtën kohë, çështja e sigurisë në ngushticën e Ormuzit mbetet ende një shqetësim kryesor për tregje globale, dhe kjo për shkak të rolit të saj etik në transportin ndërkombëtar të energjisë. Zhvillimet e fundit po tregojnë për një situatë komplekse, ku presioni strategjik dhe diplomacia ecin paralelisht teksa komuniteti ndërkombëtar është duke ndjekur me vëmendje çdo hap të radhës.